Në Islam, durimi, i njohur si sabër, është më shumë se një cilësi. Vlera e tij del në pa në kohra të vështira dhe lidhet me premtimin për shpërblim nga Allahu. Ulemat e Islamit e kanë përkufizuar durimin një virtyt i lartë moral, i cili të ndalon nga veprimi i gjërave të pahishme dhe atyre që s'duhet. Tjetër mendim apo përkufizim është ai që durimi është ai virtyt i cili të shtyn ty dhe të përballesh me sfidat dhe vështirësitë e kësaj dhunjaje pa u ankuar dhe pa shprehur ligështi. Durimi në aspektin islam është i përkufizuar me një vlerë të madhe tek shpërblimi që ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për sabërtorët. Allahu xhalla xhelalu në 103 vende në Kur'an e përmend fjalën sabrit, durimin. Dy janë çështjet kryesore. Njeriu me urujt prej ndëshkimit të Allah subhanahu wa taala nëse ai nuk ban sabër, dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, ai të shpërblehet për sabrin që tregon nëse ai është prekur nga një smundje apo ndonjë fatkeqësi apo ndonjë ndodhi që ka ndodhur në personin e tij apo të afërmën e tij apo në familjen e tij apo në ndërtesën e tij, në tregtinë e tij, në çdo gjë që mund të ndodhë njeriu një sprovë, nëse ai arrin të baj sabër, do të shpërblehet nga Allah subhanahu wa taala për durimin e tij. Dhe kjo gjë nuk tregon gjë tjetër vetëm se rëndësinë e madhe që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë durimit dhe se njerëzit duhen ta kenë këtë virtyt të lartë në vetët e tyre. Shpërblimi që Zoti ka përgatitur për ata që durojnë është një burim shprese që ngushëllon zemrën dhe ngjall besimin për të vazhduar përpara. Kjo dhuratë, që vetëm Zoti mund të ta ofrojë, është një premtim që shpërblen çdo përpjekje të sinqertë. Allahu subhanahu wa taala thot një ayet, inna Allaha ma'as sabirin. Allahu është me ata që durojnë. Pra tregon se Allahu i don ata njerëz të cilët bëjnë durim dhe është me ta. Allahu subhanahu wa taala një ayet tjetër thot wallahu yuhibbus sabirin. Allahu i don njerëzit të cilët bëjnë durim. Allahu subhanahu wa taala një ayet tjetër i këshillon njerëzit dhe i urdhëron që ata me bëjnë durim. Ja ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru. O ju të cilët keni besuar, bani durim dhe kurajoni tjerët me bë durim. Inna Allaha ma'as sabirin. Kjo ajet kuranor është presdhënës. Kjo ajet kuranor është që ne na jep si hariq. Kjo ajet kuranor ne na ngroh zemrën tonë dhe na ban dhe na shton edhe imanin më tepër se të jetë Allahu me mua dhe me ty dhe me gjithë secilin prej njerëzve që sprovojnë këtë dynja. Kjo tregon që është mirësia e Allahut subhanahu wa taala me ne në çfarë do lloj sfidet dhe çfarë do lloj sprovë që kemi. Pra kjo ai kanon ne na shton sabrin. Po kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot një hadith, ai i cili don me duru dhe bën durim, Allahu subhanahu wa taala i bën të mujtun që ai me kanë prej durimtarëve. Dhe nuk ka dhuratë tjetër më të madhe që robit mundet me u dhënë dhe më të mirë se sa durimi. Sabri nuk është thjesht durim, ai është një angazhim i thellë për të ruajtur paqen dhe shpirtin e pastër, edhe në momentet kur bota duket e mbushur me turbulenca. Durimi është një akt besimi, një mënyrë jetese që na fton të përballemi me çdo vështirësi, me një zemër të paqët dhe besim të palëkundur në drejtësinë e Allahut. Që njeriu në këtë jetë jeton i gëzuar, jeton i lumtur dhe Allahu xhallahu xhallahu nuk na ka lënë pa një argumentim mallështor, sepse Allahu subhanahu çka thot, gjithçka çka ju godet si e mira, si e vështira, ato janë të shkruara tek Allah në Lauhin Mahfuz. Dhe ju as mos u pikëlloni pa çka ka kalu, pra për fatkeqësinë që u ka godit, për zjarrin, për humbjen, për stresin, me gjithë, mos u merrtim atë, po të njëjtën gjallë mos u gëzonu për atë çka ju të vinë përpara, sepse gjithçka është e caktuar prej Allah subhanahu wa taala. Ky sabër nuk mund të kuptohet, pa ky durim nuk mund të kuptohet dhe nuk mund të mësohet dhe nuk mund të jepet fruti i tij përveç se nëse njeriu ka besu në Allahun xhallal xhelalu. Dhe nëse njeriu nuk e ka kuptuar çështjen e durimit qysh në vazhdimin e tij,
të heshme. Pra, duhet të mësohet njeriu që është të vazhdi për çështjen e durimit në çfarë do lloj situate që mund të ketë njeriu në këtë dynja. Këtë dynja robi do përballet me vështirësi edhe halle edhe derte. Nëse robi duron edhe bëhet prej durimtarëve, Allahu subhanahu wa ta'ala i qetëson zemrën e tij. Njeriu në këtë jetë përballet me sfida dhe vështirësi të ndryshme. Durimi aktiv është ai durimi i cili robit i jep kurajun për me vazhdu jetën e tij dhe mu përball me këto sfida dhe vështirësi që ka. Ndërsa durimi pasiv është ai durimi i cili dekurajon, e demoralizon, e mbyll në vetvete dhe Allahu na ruaj mundet me e kalu dhe deri në depresion. Muslimanët e përdorin sabrin si një mjet për të kaluar çdo sprovë që jeta i sjell, qoftë humbje, vuajtje apo mundim. Ai është një burim force që i ndihmon ata të ruajnë besimin edhe kur çdo gjë duket e humbur, sepse e dinë se Zoti është gjithmonë pranë. Kjo dynja është e mbushur plot e përplot me sfida, me sprova, me ligësina, me humbje të afërmve, edhe jena përballë në këtë dynja sepse jeta është begje e gjatë dhe jemi përballë me sprova të ndryshme, por ajo që na ka bërë të jemi më të fortë, ajeti kuranor, cilin thot Allah subhanahu wa taala, "O bashiri sabirin", jepu mysh dhe kujna durimtarëve. Për çka? Të cilët nëse i kapin fatkeqësi, thon këtë shprehje, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun", te Allahu tina dhe tek Allah është rikthimi ynë. Pa ky ajet kuranor ne na ka bërë që të jemi më vigjilent tek çështja e sprovave që kena pas ball për ball. Sprovat janë të shumta me ndrimin e jetës të afërmëve tonë, prindit tonë, vllaut tonë, njerëzve të afërt, më thënë, ne jemi se njerëz jemi edhe ne jemi lodh, por se ajo që është shumë e rëndësishme që e kemi kalu sprovën me çka? Me ajetin kuranor që Allah subhanahu wa taala na ka dhënë këtë myshdhe duke na thënë, njeriu kur përballet me sfida edhe me fatkeqësina, dy rrugë ka. O do doroj dhe do shpresoj tek shpërblimi i Allahut subhanahu wa taala, pra tek durimi aktiv të cilin e cekme më përpara, ose do jetë për jetën e personave të cilët do shprehin pa kënaqësi dhe do fillojnë edhe mendojnë se Allahu subhanahu wa taala, domethënë pse e ka sprovu këtë njeri, do mendojnë pse Allahu subhanahu wa taala, domethënë ja ka çu vetëm këtij këtë sprovë, po njerëzve të tjerë, pra do mendojnë keq për Allahun. E kjo është ajo e cila domethënë ja e bën atë të hub dynjan edhe ahiretin. Ndërsa kur e mendon se është sprovë prej Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu ka dashur mirë për të dhe bën durim, atëherë kjo ja qëndron zemrën, ja qëndron mendën edhe e bën me hec përpara. Jepu myshdhe durimtarëve, sepse Allah ka përgatitur xhenet për sabërtorët. Njeriu është shpesh në një udhë kryq dhe betejë e tij më e madhe është ajo që ndodh në shpirtin e tij. A do të duroj dhe a do të dalë fitimtar, apo do ta lejoj veten të humbas në përpjekjet e tij? Po durimi ulemat e ndajnë në tre lloje. Durim për ibadete, durim ndaj harameve, edhe durim ndaj fatkeqësive të cilët të njerëzve ju ndodhin në këtë jetë. Pra një robi don durim për me realizu ibadetet që bën, sepse nuk është kollaj, sidomos këto ditë të ftohta dimri, mu çu në sabah me lan dyshekun e ngrohtë, mu çu me marr me abdes, ndoshta me ujë edhe të ftohtë, pra me prish gjumin e natës për me fal namazin e sabahut, pra ai don vullnet edhe don kuraju për me realizu këtë gjë. Po kështu kur ndodh haramet, ndoshta nga një hera domethënë dikush të ofron një rishvet, ndoshta ndonjëherë dikush domethënë don me dëgju diçka që s'duhet apo don me pa diçka që s'duhet, në këtë rast pra muslimani në step veten e tij. Pra durimi është ai i cili e ruan muslimanin edhe në kryerjen e urdhëresave, por se edhe e ndalon nga e keqja. Ne kemi një rast shumë madhështor i pejgamberit alayhi salatu wassalam, me një gru të cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam e gjeti duke vajtu mbi varrin e foshës së saj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të qetë e porositi duke thënë kje frikë Allahun dhe bëj durim. Kjo gru pa njohur se kush ishte, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kthehet më një herë dhe i thotë që çka të duhet ty s'te ka godit ai që më ka godit mua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
e vazhdon rrugën e tij dhe shokët ishin me pejgamberin alayhi salatu wasalam, po i thon ai ishte i dërguari i Allahut. Ajo më një herë nga kur dëgjoi që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asaj sa si ra vdekja, sepse përgjigjen që i dha pejgamberit alayhi salatu wasalam, ajo e ndjoi veten shumë të ulët para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe më një herë vrapon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te shtëpia e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe hyn dhe shef që pejgamberi s'po ka roje. Pejgamberi nuk po ka njerëz që e rrethojnë, një shtëpi e thjesht dhe një person i thjesht. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, un tash po bëj sabër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shaj thot, inna masabru fi sadmatil ula, vlera e durimit është në momentin kur të godet. Në këtë rast kuptojmë shumë gjëra madhështore nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në radhë e parë mënyra e komunikimit me të tjerët. Paraqitja e çështjes tek të tjerët në mënyrën më të mirë e ma. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i tha, o ti çka po ban? I tha, ki frikë Allahun dhe bëj sabër. Në pjesën e dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po jep një mesazh më madhështor. Cili është ai mesazh? Mesazhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë rast është që vlera e durimit është në momentin e parë kur ti goditesh. Ne në jetën e përditshme përballemi edhe me njeriu e ditur, por edhe me ignorantin, përballemi me njeriu e sëmur, por përballemi me njeriu e shëndosh, përballemi edhe me njeriu i cili është edhe me fizik, por i cili është edhe i smur, përballemi me njerëzit nga kategoritë më të ndryshme që mund të jenë njerëzit në faqen e kësaj toke. Nëse ne nuk e gjejmë mënyrën e komunikimit me ta, mënyrën e shoqërimit me ta, mënyrën e shprehjes me ta, atëherë nuk ka vlerë sabri që duam ta transmetojmë tek të tjerët. Njeriu duhet të gjejë edhe mënyrën e sabrit, shprehjes së tij para të tjerëve. Në raport vetveten e tij, në mimikën e tij, në të folën e tij, në buzëqeshjen e tij, po dhe në paraqitjen e tij që t'u afitoj tjetrit zemën. Aq na ka diftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çështjen e buzëqeshjes tek fytyrat e tjetrit. Saqë e ka treguar që njeriu nëse buzëqesh para të tjetrit është sikur i ke dhënë lëmosh. E kjo është një prej veprave që mëson njeriu nga sabri. Të durosh nuk është shenjë dobësie, por forcë shpirtërore. Ai që duron tregon nder dhe për ulësi ndaj Zotit, duke pranuar që gjithçka që vjen prej tij është e mirëseardhur. Njeriu në këtë dynjë përballet me njerëz me raste të ndryshme dhe shpeshherë njeriu nëse arrin ta mbajë për vetveten e tina zemrimin, kjo është një mirësi e madhe për të dhe kjo është domethënë një vlerësim i personit në vetveten e tina për karshi njerëzve të tjerë, sepse ti je tu bën një durim për cilin ti në të njëjtën gjë edhe merr shpërblim prej Allahut për të, por edhe para njerëzve dhe para tjerëve tregon që ja, kjo është shembulli, kjo është njeriu sabërtor, kjo është njeriu durimtar dhe kjo është çështja që ne na kërkohet në këtë dynjë. Zoti premton se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Duke ditur këtë, njeriu pret me durim që të kalojë vështirësia në të cilën gjendet, sepse padyshim, pas çdo stuhie do të vijë një qiell më i pastër dhe pas çdo dhimbjeje një paqe më e thellë. Me vështirësinë është edhe lehtësimi. Allahu subhanahu wa taala e ka përsëri dy herë këtë ajet, por se vështirësinë e ka përmend në trajten e shuar, ndërsa lehtësimin e ka përbërë në trajten e pashqume. Edhe në gjuhën arabe, kur një diçka përmendet përsëritet në trajten e shqume, ajo tregon vetëm një herë. Ndërsa kur përmendet në trajten e pashqume, ajo tregon vazhdimsinë e saj. Pra domethënë herë pas here. Pra sa një vështirësim, por se lehtësimet janë të mëdha. Pra mas çdo vështirësie, robi e gjen gjendek prej lehtësimeve që Allahu subhanahu wa taala i bën këtij njeriu. Ajeti kuranor tjetër thot: "Wala in shakartum lazidannakum." Nëse ju falënderoni, thot Allahu xhalla xhelalu, unë ashtoj mirësitë mia për mbi ju. Pra shi subhanallahu. Në këtë moment njeriu kur sprovohet, ban sabër për atë çka ka ndodhur dhe falënderon Allahun subhanahu wa taala, thot alhamdulillah. Prej Allahut ka kjo çështje. Allah është gjithçka. Çka ka ngel është Allah dhe çka ka shku prapë është Allah. Dhe thu alhamdulillah, Allah subhanahu wa taala ka e shton mirësinë e tij për mbi atë person që thot alhamdulillah.
Në një botë që ndryshon me shpejtësi dhe ku sfidat janë të pashmangshme, sabri mbetet një dritare drejt qetësisë dhe rezistencës shpirtërore. Përmes durimit, muslimanët gjejnë fuqinë për të përballuar jetën me premtimin e një të ardhmeje më të mirë nën udhëzimin e Allahut. Lidhuni me Zotin. Rinia ka nevojë të kthehet besimit në një Zot, rinia ka nevojë të kthehet dijes, kulturës, të kthehet besimi i cili as edhe një herë nuk e humb poseduesin e vet. Njeriu që ka besim, kur nuk mund të jetë, do të thënë, i humbur. E kjo është një thirrje për të gjithë të rinjt, po për të gjithë njerëzit që të kthehen besimit, sepse aty do të gjejnë atë çka ju mungon në jetën e tyre të përditshme. Me besim arrin gjithçka. Sabri është më shumë se një shpërblim. Ai është një rrugë që të çon drejt një qëllimi më të lartë, një lidhjeje më të thellë me Zotin dhe një përjetimi të jetës në një nivel shpirtëror që bën çdo moment të vështirë të kalueshëm me dashuri dhe shpresë.